Nëse ju do të pyes, çfarë ngjyre ka qielli, do të përgjigjeshit menjëherë: blu. Kjo është e vërtetë për tokën, por çfarë nëse ju tregoj se në planetin tjetër më të studiuar të sistemit tonë diellor, qielli ka një ngjyrë krejt të kundërt? Çfarë nëse ju them se shkencëtarët më të shkëlqyer të shekullit të 20, përfshirë fizikanët që kishin modeluar atmosferat planetare për dekada të tëra, u befasuan krejtësisht kur pan pamjet e para nga sipërfaqja e Marsit? Ata prisnin një qiell blu të zbehtë. Në vend të kësaj, morën diçka që shkelte çdo intuicion ton mbi natyrën e dritës dhe atmosferave. Një qiell roz portokalli, që shkëlqente si një oqean i zjarrt mbi shkretirën e kuqe. Por këtu vjen pjesa më e habitshme. Ndërsa në tokë perëndimet janë portokalli dhe qielli është blu, në Mars gjithçka funksionon anasjelltas. Qielli marksian është roz gjatë ditës, por perëndimet janë blu. Si është e mundur kjo? Në korrik të vitit 1975, misioni Viking 1 i NASA-s zbarkoi në fushën Kryze Planitia të Marsit një rrafë shnallt në hemisferën veriore të planetit. Ishte hera e parë që një aparat toksor dërgonte fotografi nga sipërfaqja e një planeti tjetër. Inxhinierët në Pasadena, Kaliforni, prisnin me padurim. Ata kishin kalluar vite duke ndërtuar kamera të sofistikuara, duke i kalibruar ato për të kapur çdo detaj të peizazhit alien. Kur pamja e parë u shfaq në monitorët e tyre, për disa qaste mbretroi heshtje e plot. Ajo që ata pan nuk përputhej me asnjë model atmosferik që kishin. Qielli mbi Marsin nuk ishte blu si ato të tokës, as i zi si ai i hënës pa atmosferë. Ai ishte roz i ndezur, gati portokalli, me një cilësi gati ndritare. Shkëmbinjtë e kuq të Marsit shtrieshin deri në horizont nën këtë kupole me ngjyrë salmoni. Këto imaze të para shkaktuan debat të ashpër në komunitetin shkencor. Disa mendonin se ishte problem me kalibrimin e ngjyrave të kamerave. Të tjerët argumentonin se duhet të ishte një fenomen real. Por atëherë kjo do të thoshte se gjithçka që dihej për shpërndarjen e dritës në atmosfera duhej rishikuar. Për të kuptuar pse ky zbulim ishte kaq revolucionar, duhet të udhtojmë në kohë deri te origjina e pyetjes më themelore. Pse qielli ka ndonjë ngjyrë? Në fund të shekullit të 19, fizikani britanik Lord Rayleigh zhvilloi një teori elegante që shpjegonte ngjyrën blu të qiellit toksor. Ai zbuloi se molekulat e vogla të ajrit në atmosferë sillen si prizma mikroskopike. Kur drita e bardhë e diellit godet këto molekula, ajo shpërndahet në të gjitha drejtimet. Por këtu vjen detaji kritik. Molekulat e vogla shpërndajnë më shumë dritën me valë të shkurtra sesa atë me valë të gjata. Drita blu ka një gjatësi vale prej rreth 450 nanometra. Drita e kuqe ka rreth 650 nanometra. Sipas ligjit të Rayleigh, drita blu shpërndahet gati 8 herë më shumë se drita e kuqe. Prandaj kur shikoni lart në një ditë të kthjellët, sytë tuaj prekin fotone blu që kanë kërcyer nga molekul në molekul nëpër atmosferë. Ky shpërndarje selektive krijon atë blu qiellor që na duket kaq i natyrshëm. Për dekada, shkencëtarët supozuan se i njëjti parim do të aplikojë në çdo planet me atmosferë. Nëse Marsi kishte ajër, edhe i holl, ai duhej të kishte një qiell blu të zbehtë. Por hipoteza kishte një gabim themelor. Ata nuk kishin marrë parasysh një faktor kritik: përbërjen e vetë atmosferës. Atmosfera toksore përbëhet kryesisht nga azot dhe oksigjen, molekula të vogla që shpërndajnë dritën sipas ligjit klasik të Rayleigh. Atmosfera marksiane megjithatë tregon një histori krejt tjetër. Ajo është jashtëzakonisht e holl, vetëm 1% e trashësisë së atmosferës toksore. Presioni në sipërfaqe është sa 600 paskal, ekuivalent me atë në 35 kilometra lartësi mbi tokën. Në këto kushte, gazrat vetëm nuk mund të krijojnë shpërndarje të mjaftueshme për të ngjyrosur qiellin. Por Marsi ka diçka që toka nuk e ka në mas të tillë: pluhur. Miliarda vitet e errave marciane kanë ngrirë shkëmbinjtë e pasur me hekur dhe kanë ngritur grimca mikroskopike në atmosferë. Këto grimca qëndrojnë të pezulluara për muaj të tërë. Janë kaq të vogla sa mesatarisht një grimc ka një diametër prej vetëm 1 mikron e 5, afërsisht sa 100 herë më të vogla se një qime njeriu. Por janë mjaft të mëdha krahasuar me molekulat e ajrit. Dhe këtu fillon magjia. Kur drita e diellit kalon nëpër atmosferën marciane të mbushur me pluhur, ndodh diçka e papritur. Grimcat e pluhurit janë shumë më të mëdha se molekulat e ajrit, kështu që ato nuk ndjekin ligjin e Rayleigh. Në vend të kësaj, ato sillen sipas një modeli të quajtur shpërndarje mije.
I emëruar sipas fizikanit gjerman Gustav Mie, që e zhvilloi teorinë në fillim të shekullit të 20. Në shpërndarjen Mie, madhësia e grincave është e krahasueshme me gjatësinë e valës së dritës. Kjo do të thotë se sjellja e dritës bëhet shumë më komplekse. Grimcat e pluhurit marcian, që janë të pasura me oksid hekuri, fithin fuqishëm dritën blu dhe jeshile. Ato reflektojnë dhe shpërndajnë përparësi dritën e kuqe dhe portokalli. Prandaj kur shikoni lart në një ditë në Mars, ju shihni dritën e kuqe që ka kaluar nëpër miliarda grimca pluhuri pa u thithur. Rezultati është ai, qiell roz karakteristik që befasoi inxhinierët e NASA-s. Por kjo është vetëm gjysma e mistirit. Pjesa më e mahnitshme është se përkundrazia asaj që ndodh në tokë. Në tokë, perëndimet janë një spektakël portokalli dhe të kuq. Kjo ndodh sepse drita e diellit duhet të udhtojë nëpër një shtresë shumë më të trashë të atmosferës kur është afër horizontit. Gjatë këtij udhtimi të gjatë, pothuajse e gjithë drita blu dhe jeshile shpërndahet nga rruga, duke lënë vetëm ngjyrat e kuqe dhe portokalli që arrin në sytë tuaj. Por në Mars, diçka krejtësisht e kundërt ndodh. Afër perëndimit, drita e diellit kalon nëpër një shtresë edhe më të trashur të pluhurit të pezulluar. Grincat e pluhurit fillojnë të bëjnë një gjë interesante. Ato fillojnë të shpërndajnë dritën blu rreth vetë diellit. Kjo krijon një shkëlqim blu rreth diskut diellor, ndërsa pjesa tjetër e qiellit mbetet portokalli e kuqe. Është sikur të shikosh një përmbysje fotografike të një perëndimi toksor. Në vend që dielli të jetë një top i kuq në një qiell portokalli, në Mars ai bëhet një burim drite blu në një qiell me ngjyrë bakri. Ky fenomen u fotografua për herë të parë nga roveri Opportunity në maj të vitit 2005 në krateri Gusev. Imazet tregonin qartë një hark blu rreth diellit që po zhëtej, me ngjyrat që gradualisht kalonin në portokalli dhe roz, duke u larguar nga burimi i dritës. Për të kuptuar sa e pazakontë është kjo, imagjinoni se jeni duke qëndruar në Valles Marineris, gryka më e madhe e njohur në sistemin diellor. Ajo shtrihet për rreth 4000 kilometra përgjatë ekuatorit marksian dhe thelohet deri në 7 kilometra në disa pika, pothuajse 4 herë më e thellë se Grand Canyoni i Arizonës. Jeni në fund të kësaj gryke gjigante, rrethuar nga shkëmbim të stratifikuar që tregojnë miliarda vite historie gjeologjike. Është mesditë dhe shikoni lart. Qielli mbi ju ka një ngjyrë salmoni të butë, gati rozë ndritshme, me nuanca portokalli që përzihen në horizont. Dielli shkëlqen si një disk i vogël, më i vogël se sa duket nga toka, sepse Marsi është 30% më larg nga dielli. Por përreth jush, pejsazi ka një cilësi të çuditshme. Drita që godet shkëmbin të kuq nuk është ajo dritë e bardhë ndritshme që jeni mësuar në tokë. Është një dritë më e ngrohtë, më portokalli, që i bën ngjyrat e sipërfaqes të duken edhe më intensive. Shkëmbinjtë e pasur me hekur shkëlqejnë në një spektër që shkon nga okra e thellë te bakri i ndezur. Tani imagjinoni se dita po përparon. Ju prisni duke vëzguar qielin ndërsa dielli fillon të ulet drejt horizontit perëndimor. Në tokë, kjo do të ishte koha kur qielli fillon të ndizet me ngjyra të ngrohta, kur portokallia dhe të kuqet dominojnë. Por në Mars, ndërsa dielli afrohet me horizontin, ju filloni të vini re diçka të pazakontë. Përreth diskut diellor, një shkëlqim i lehtë blu fillon të shfaqet. Në fillim është i dobët, pothuajse i pakapshëm, por ndërsa dielli vazhdon të ulet, ai blu bëhet më i intensiv. Është një blu i thellë, elektrik, i pabesueshëm në një mjedis kaq alien. Brenda disa minutave, keni një hark blu perfekt rreth diellit, si një halo qiellor në një qiell portokalli. Pjesa tjetër e qiellit mbetet në ato ngjyra roz dhe portokalli të njohura, por rreth diellit është kjo oazë e blurit që shkruan kundër çdo intuicioni toksor. Dhe ndërsa dielli fund mbaron përfundimisht nën horizont, për disa momente qielli ruan atë shkëlqim blu në vendin ku dielli zhduku, ndërsa pjesa tjetër e qiellit gradualisht ersohet në nuanca të kuqeremta të ndezura. Ky kontrast dramatik midis qiellit marcian dhe atij toksor na mëson një mësim thelbësor për natyrën e botëve planetare. Ne kemi tendencën të mendojmë për planetet si versione të ndryshme të tokës. Kur imagjinojmë jetë në planetë të tjerë, shpesh i vendosim në qej blu të njohur. Kur artistët vizatojnë peizazhe ekstraplanetare, instinktivisht përdorin kodrat tona vizuale të njohura.
por realiteti është se çdo planet është një eksperiment unik në fizik. Përbërja e atmosferës, trashësia e saj, lloji i grimkave të pezulluara, distanca nga illi, të gjitha këto faktorë krijojnë kombinime që prodhojnë efekte të papritura. Marsi na tregon se një atmosferë mund të jetë 100 herë më e hollë se ajo e Tokës dhe megjithatë të krijojë një qiell me ngjyra intensive. Na tregon se pluhuri, diçka që ne në Tokë e konsiderojmë si një ndotës që turbullon pamjen, mund të jetë komponenti kryesor që përcakton pamjen e tërë të një bote. Zbulimi i vërtet i qiellit roz marksian erdhi jo nga pamjet e para të Viking 1, por nga një kampanje kujdesshme kalibrimi që zgjati muaj të tërë. Inxhinierët e NASA-s nuk mund të besonin thjesht ngjyrat që shiheshin në imaze. Ata duhej të merrnin parasysh si kamera e Viking interpretonte ngjyrat, si transmetohej informacioni nëpër miliona kilometra hapësirë, si ekranet e monitorëve në Tokë shfaqnin këto të dhëna. Në secilën sond Viking kishte një objekt reference për ngjyra, një panel të vogël me ngjyra të njohura që mund të përdorej për të kalibruar imazet. Ky panel përfshinte sheshe blu, të kuq, jeshil, të bardhë dhe të zi. Duke krahasuar si këto ngjyra të njohura dukeshin në imazet marksiane me si ato duhet të dukeshin, shkencëtarët mund të korrigjonin çdo shtrembrim që futej nga instrumentet ose transmetimi. Procesi ishte i mundimshëm. Çdo imazh duhej analizuar pikël për pikël. Të dhënat nga paneli i referencës duhej të krahasoheshin me lehtësime spektroskopike të atmosferës. Dhe përfundimi ishte i pashmangshëm. Qielli i Marsit vërtet ishte roz. Dr. Jim Pollack, një shkencëtar planetar në Ames Research Center të NASA-s, drejtoi njërin nga studimet më të detajuara të këtij fenomeni. Ai dhe ekipi i tij ndërtuan modele kompjuterike të sofistikuara që simulonin si drita e diellit ndërvepron me grincat e pluhurit në atmosferën marksiane. Këto modele merrnin parasysh madhësinë e saktë të grimcave, përbërjen e tyre kimike, shpërndarjen e tyre vertikale në atmosferë, edhe këndërt në të cilin drita e diellit godiste planetin. Në vitin 1981, Pollack publikoi një artikull historik në revistën Journal of Geophysical Research, ku ai shpjegoi matematikisht pse qielli i Marsit duhet të jetë roz. Ai tregoi se grimcat e pluhurit, me madhësinë dhe përbërjen e tyre specifike, krijojnë një shpërndarje që favoron valet e gjata të dritës. Artikulli përmbante ekuacione komplekse që përshkruanin si çdo grimc pluhuri si lej si një shpërndarës i vogël optik, duke thithur disa gjatësi vale dhe duke reflektuar të tjera. Por thjeshtësia e përfundimit ishte elegante. Në një mjedis ku grimcat janë më të mëdha se molekulat, por më të vogla se rrezet e dritës, fizika bëhet jo intuitiv dhe çuditërisht e bukur. Kur vijnë te perëndimet blu, shpjegimi bëhet edhe më interesant. Dr. Michael Wolff, një shkencëtar atmosferik në Space Science Institute, ka studiuar këtë fenomen për dekada. Ai shpjegon se kur dielli është afër horizontit në Mars, rrezet e dritës duhet të udhtojnë nëpër një shtresë shumë më të trashë të pluhurit të pezulluar. Imagjinoni se shikoni horizontalisht nëpër një dhomë të mbushur me tym. Ju shihni më shumë grimca në vijën tuaj të shikimit sesa nëse do të shikoni drejt lart. E njëjta gjë ndodh në Mars. Ndërsa rrezet e dritës së diellit kalojnë nëpër këtë shtresë të trashë pluhuri, grimcat fillojnë të shpërndajnë dritën në mënyra komplekse. Drita e kuqe dhe portokalli, që zakonisht kalon lehtësisht nëpër atmosferën e hollë marsiane, tani fithet dhe shpërndahet nga numri i madh i grimcave. Por drita blu, për shkak të gjatësisë së saj më të shkurtër të valës dhe mënyrës se si ndërvepron me grimcat në këndërt e caktuara, fillon të shpërndahet përpara, drejt vëzhguesit. Rezultati është ai shkëlqim blu rreth diellit që krijon atë efekt të perëndimit të përmbusur. Për të vërtetuar këtë teori, shkencëtarët kanë përdorur jo vetëm imazhe fotografike, por edhe spektroskopi të detajuar. Spektroskopia është një teknikë që analizon dritën e ndarë në komponentet e saj. Imagjinoni një prizmë që ndan dritën e bardhë në një ylber ngjyrash. Instrumentet spektroskopike në roveret marcian bëjnë diçka të ngjashme, por me saktësi shumë më të madhe. Ata matën saktësisht sa dritë çdo gjatësi e vale arrin në sensoret e tyre në momente të ndryshme të ditës. Këto matje treguan se gjatë ditës, intensiteti i dritës blu në qiell është i ulët, ndërsa drita e kuqe dhe portokalli dominon. Por gjatë perëndimit, intensiteti i dritës blu rritet dramatikisht në rajonin rreth diellit, ndërsa drita e kuqe zvoglohet.
Këto të dhëna spektroskopike konfirmuan plotësisht parashikimet teorike. Nuk ishte thjesht një iluzion optik ose një efekt i kamerës. Qielli i Marsit vërtet ndryshon ngjyrën në mënyra që janë të kundërta me ato të Tokës. Por çfarë na tregon kjo për vetë Marsin si planet? Prania e sasisë masive të pluhurit në atmosferë është një dëshmi e historisë së tij të turbullt. Marsi dikur kishte një atmosferë shumë më të trashë, me ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Provat gjeologjike tregojnë lumenj të lashtë, liçene, ndoshta edhe dete. Por gjatë miliarda viteve, Marsi humbi pjesën më të madhe të atmosferës së tij. Pa një fushë magnetike globale që ta mbrojë, era diellore gradualisht gërroi shtresat e jashtme të atmosferës. Presioni u ul, uji avulloi ose u ngri dhe planeti u bë shkretëtira e thatë që shohim sot. Por gjatë këtij procesi, sipërfaqja e thatë u bë gjithnjë më e ekspozuar ndaj errave. Shkëmbinjt, pa ujë që t'i mbulonte ose vegjetacion që t'i mbante, u gërryen nga forcat e natyrës. Temperatura ekstreme që luhaten nga -130°C natën deri te +20° ditën, shkaktojnë carje termike. Errat që mund të arrin shpejtësi deri në 100 km/h gjatë stujeve, ngren grincat e thjeshta dhe i mbajnë në ajër. Stujit e pluhurit në Mars nuk janë si stujit që njohim në Tokë. Në Tokë, një uragan bart forcë shkatërruese. Errat mund të shkëputin pemë, të shkatërrojnë ndërtesa, të krijojnë valë oqeanike sa të larta sa një ndërtesë 10 Por në Mars, ku atmosfera është vetëm 1% e trashësisë së asaj toksore, edhe errat më të fuqishme kanë një forcë befasuese të dobët. Një erë marciane me shpejtësi 100 km/h do të kishte të njëjtën forcë si një fllad i lehtë në Tokë, sa për të lëkundur një flamur. Por këtu vjen paradoksi i madh. Këto erra të dobëta krijojnë stujit më të gjata dhe më spektakolare të njohura në sistemin diellor. Një stuj pluhuri në Mars mund të zgjasë jo orë apo ditë, por muaj të tërë. Dhe në raste ekstreme, ato mund të përfshin jo vetëm një rajon, por tërë planetin. Imagjinoni një stuj aq e madhe sa mbullon një sipërfaqe sa i tërë planeti Tokë, me grimca që ngrihen në lartësi 10 kilometrash, duke e kthyer ditën në një perde portokalli të pafund që zgjat për 3 muaj pa ndërprerje. Në vitin 2001, shkencëtarët që monitoronin Marsin nga Toka dhe nga teleskopët orbital u alarmuan nga diçka që nuk e kishin parë kurrë më parë. Në fund të qershorit, një stuj e vogël pluhuri u shfaq në Hellas Basin, një krater i gjigant në hemisferën jugore të Marsit, me një diametër prej 2300 kilometrash dhe një thellësi prej deri në 9 kilometra. Ishte përfundimi i pranverës marksiane në hemisferën jugore, një kohë kur ndryshimet e temperaturës krijojnë erëra të forta. Brenda një jave, stuji filloi të rritet, jo gradualisht, por eksponencialisht. Në një njollë e vogël në Hellas, ajo u përhap në rajonin e Noachis Terra, pastaj në Syrtis Major, pastaj drejt ekuatorit. Brenda 30 ditëve e tërë hemisfera jugore ishte e mbulluar me një mbulesë të trash pluhuri. Por stuhi nuk u ndal atje. Ajo vazhdoi të rritet duke përfshirë ekuatorin, duke kaluar në hemisferën veriore. Në fund të shtatorit, çdo instrument që vështronte Marsin nga Toka ose nga orbita raportonte të njëjtën gjë. I tërë planeti ishte i mbulluar me pluhur. Detajet e sipërfaqes ishin krejtësisht të fshehura. Marsi kishte u kthyer në një top portokalli i nitrajtshëm në hapësirë. Ky fenomen është i njohur si një stuhi globale pluhuri dhe në Mars ndodh mesatarisht një herë çdo 5 deri në 7 vjet. Por në Tokë, një gjë e tillë është e pamundur. Në Tokë, stuhit janë fenomene të lokalizuara. Një uragan mund të jetë i fuqishëm, por ai kufizohet në një rajon. Pas disa ditësh ai dobësohet kur shtrohet në Tokë ose kur ndryshojnë kushtet atmosferike. Stuhit toksore janë të kufizuara nga rrotullimi i Tokës, nga ndryshimet e temperaturës midis detit dhe Tokës, nga peizazhet e ndryshme gjeografike. Por në Mars, gjeografia është krejtësisht ndryshe. Nuk ka okeane që të moderojnë temperaturat, nuk ka vegjetacion që të frenojë errat. Sipërfaqja është një shkretëtirë pa ndërprerë prej shkëmbinjsh të thatë dhe pluhurit të lirë. Kur një stuhi fillon në Mars, nuk ka asgjë që ta ndalë. Ajo thjesht vazhdon të rritet duke ushqyer vetveten me më shumë pluhur që ngrihet nga sipërfaqja. Grimcat e ngritura thithin dritën e diellit dhe ngrohen. Ky ngrohje krijon më shumë erra. Errat ngren më shumë pluhur. Pluhuri thjej dritë dhe krijon më shumë ngrohje.
Një cikël reagjimi pozitiv që mund të vazhdoj për muaj të tërë. Për të kuptuar sa dramatike është kjo, le të kthehemi te ato rovere që NASA-ja ka dërguar në Mars. Roveret Spirit dhe Opportunity zbarkuan në janar të vitit 2004 në anë të kundërta të planetit. Ato ishin projektuar për një mision prej 90 ditësh. Por ato vazhduan të funksionojnë për vite, duke u dhënë shkencëtarëve një mundësi të paçmuar për të vëzhguar Marsin nga sipërfaqja për një periudhë të gjatë. Në verën e vitit 2007 filloi një studi tjetër globale. Spirit, që ishte në kraterin Guzev, dhe Opportunity, që ishte në meridiani Planum, filluan të raportojnë ulje dramatike të dritës diellore që arrinte në panelet e tyre diellore. Brenda disa ditëve, niveli i dritës ra me më shumë se 99%. Imagjinoni se jeni duke qëndruar në sipërfaqen e Marsit gjatë kësaj studie. Është mesdita, por drita është sa në një perëndim të vonshëm toksor. Qielli mbi ju nuk është më roz i ndritshëm, por një portokali i errët, gati kafe. Dielli është krejtësisht i fshehur pas një mure pluhuri. Ajri rreth jush është i mbushur me grimca aq të vogla sa nuk mund t'i shihni individualisht, por së bashku krijojnë një mjegull të dendur që ul dukshmërinë në vetëm disa dhjetra metra. Roveret ishin në rrezik serioz. Panelet diellore nuk po gjeneronin mjaft energji për të mbajtur sistemet në punë. Temperaturet e baterive po binin në nivele kritike. Inxhinierët në Jet Propulsion Laboratory në Pasadena u detyruan të marrin vendime të vështira. Ata ulën të gjitha operacionet jo thelbësore. Roveret u vendosën në një gjendje hibernimi, duke përdorur vetëm mjaft energji për të mbajtur ngrohtësit që mbronte elektronikat e tyre nga temperaturat ekstreme të natës marksiane. Për javë të tëra, ekipi në tokë priste, duke mos ditur nëse roveret do të mbijetonin. Stuhja arriti pikun e saj në korik. Për një periudhë, shkencëtarët humbën kontaktin me Spirit krejtësisht. Opaciteti atmosferik, një masë sa pluhur, blokon dritën e diellit, arriti vlera rekord. Tau, numri që mat këtë opacitet, u ngjit në 8. Për krahasim, një ditë e kthjellët në Mars ka një tau prej rreth 0.5. Një vlerë prej 8 do të thotë se drita e diellit duhet të kalojë nëpër një densitet pluhuri aq të madh sa vetëm një fraksion i vogël arrin në sipërfaqe. Por pastaj diçka e mahnitshme ndodhi. Pas 3 muajsh, stui filloi të qetësohet. Grimcat e pluhurit në ndikimin e gravitetit marksian filluan të bien ngadalë mbrapsht në sipërfaqe. Opaciteti atmosferik filloi të ulet. Drita e diellit që arrinte në panelet diellore u rrit gradualisht. Dhe për një fat të pabesueshëm, të dyja roveret mbijetuan. Kur ato u zgjuan nga gjumi i tyre i gjatë, ata filluan të transmetojnë përsëri të dhëna. Opportunity vazhdoi të operojë për më shumë se një dekadë tjetër, duke u bërë roveri më i gjatë jetues që ka eksploruar ndonjëherë një planet tjetër. Por eksperienca e studies globale të vitit 2007 mësoi shkencëtarët një mësim të rëndësishëm. Marsi është një mjedis dinamik, i papritashëm dhe ekstrem, në mënyra që shkojnë përtej imagjinatës son toksore. Le të krahasojmë tani mënyrën se si pluhuri lviz në Mars kundrejt asaj në Tokë, sepse këtu shtrihet një nga ndryshimet më interesante midis këtyre dy botëve. Në Tokë, pluhuri ngrihet kryesisht gjatë fenomeneve intensive. Një vorbull pluhuri në shkretirën e Saharas, një shpërthim vulkanik, një zjarr i madh pyjesh. Grimcat ngrihen shpejt, por bien gjithashtu shpejt. Atmosfera e trashët toksore krijon fërkime të konsiderueshme. Një grimc pluhuri me diametër 1 mikron që hidhet në ajër në Sahara do të bjerë përsëri në tokë brenda pak orësh deri në pak ditësh, në varësi të matësisë së saj dhe kushteve të erës. Por në Mars, dinamika është krejtësisht ndryshe. Atmosfera e hollë krijon shumë më pak fërkim. Një grimc pluhuri me të njëjtën matësi që ngrihet në Mars mund të qëndrojë e pezulluar për javë, madje muaj. Graviteti marksian, që është vetëm 38% e atij toksor, do të thotë se grimcat bien më ngadalë. Kombinimi i atmosferës së hollë me gravitetin e ulët krijon një mjedis ku pluhuri mund të mbetet në ajër për kohë jashtëzakonisht të gjatë. Kjo ka pasoja të thella për mënyrën se si stuhit zhvillohen. Në tokë, një stuhi pluhuri e madhe në Sahara mund të ngrejë miliona ton pluhur, por ky pluhur fillon të bien brenda orëve. Vetëm grimcat më të vogla, ato që janë vërtet mikroskopike, mund të udhtojnë mijëra kilometra dhe të kapërcejnë oqeane. Kjo është arsyeja pse pluhuri saharian mund të përfundojë në Amazon ose në Florida,
por sasia që arrin aty është një fraksion i vogël i asaj që u ngrit fillimisht. Por në Mars, pothuajse çdo grimc që ngrihet mund të udhtojë distanca të mëdha. Nuk ka oqeane që të kapërcejnë, por nuk ka as pengesa të tjera. Erat mund të mbajnë pluhur nga hemisfera jugore në atë veriore, nga rajoni ekuatorial në rajone polare. Dhe kur një stuhi bëhet mjaft e madhe, ajo krijon sistemin e vet të qarkullimit atmosferik. Pluhuri i ngrohur ngrihet në lartësi të mëdha, krijon presione të ulta, tërheq ajër nga rajonet përreth dhe kështu stuhi vazhdon të rritet dhe të përfshijë hapësira gjithnjë mëdha. Por çfarë ndodh me dritën gjatë këtyre stujeve? Kjo na kthej te pyetja jon fillestare për ngjyrën e qiellit. Gjatë një stuje globale, sasia e pluhurit në atmosferë rritet dramatikisht. Nëse në një ditë të qetë, koncentrimi i pluhurit mund të jetë disa vjetra mikrogram për metër kub, gjatë një stuje, ai mund të arrijë disa mijë mikrogram për metër kub. Ky pluhur shtes thith dhe shpërndan akoma më shumë dritë. Qielli bëhet jo vetëm më i errët, por edhe më portokalli, gati i kuq. Është si të shikosh nëpër një filtër i trash me ngjyrë ambere. Gjithçka merr një ton më të ngrohtë, më të kuq. Shkëmbinjtë e Marsit, që tashmë janë të kuq, duken akoma më intensiv. Por këtu vjen një detaj interesant. Edhe gjatë stujeve më intensive, fenomeni i perëndimeve blu nuk zhduket krejtësisht. Ai zvogëlohet sepse ka kaq shumë pluhur sa shumë dritë thithet përpara se të arrijë në sipërfaqe. Por nëse jeni mjaft pranë horizontit dhe dielli është në pozicionin e duhur, ju akoma mund të shihni atë shkëlqim të dobët blu rreth diskut diellor. Është si një kujtim se edhe në kaos më të matë atmosferik, ligjet e fizikës vazhdojnë të funksionojnë në mënyra të bukura dhe të parashikueshme. Shkencëtarët kanë përdorur këto stuhje si laboratore natyrale për të kuptuar më mirë klimën marciane. Çdo stuhi globale është një eksperiment që zgjidh mistera të reja. Për shembull, gjatë stuhis së vitit 2001, instrumentet spektroskopike në orbituesit Mars Global Surveyor dhe Mars Odyssey matën përbërjen kimike të pluhurit që ngritej. Ata zbuluan se pluhuri marcian nuk është një trajçëm. Ka grimca që janë të pasura me hekur, siç pritej, por ka edhe grimca që përmbajnë magnez, kalcium, sulfur edhe klor. Kjo shumëllojshmëri tregon se sipërfaqja marsiane ka një histori komplekse gjeologjike. Rajone të ndryshme të planetit kanë përbërje të ndryshme që reflektojnë procese të ndryshme që kanë ndodhur gjatë miliardave viteve. Disa rajone janë të formuara nga shkëmbin vulkani bazaltik. Të tjera kanë depozita të mineraleve që formohen vetëm në prani të ujit. Kur stuhit ngren pluhur nga të gjitha këto rajone dhe e përziejmë në atmosferë, ato krijojnë një koktej kompleks që mund të analizohet për të kuptuar historinë e planetit. Një zbulim veçanërisht interesant erdhi nga analiza e grimcave magnetike në pluhur. Roveri Pathfinder, që zbarkoi në Mars në korrik të vitit 1997, kishte magnete të vogla montuar në aparatin e tij. Këto magnete ishin projektuar për të mbledhur grimca pluhuri që kanë veti magnetike. Pas disa javësh në Mars, kur magnetet u fotografuan, ata ishin të mbuluar me një shtresë të trash pluhuri të kuq. Analiza spektrale e këtij pluhuri tregoi se ai përmbante minerale magnetike si magnetiti dhe magemiti, forma të oksidit të hekurit që janë të magnetizuar. Kjo është interesante sepse tregon se në të kaluarën, Marsi ka pasur procese që kanë prodhuar këto minerale. Disa shkencëtarë argumentojnë se këto minerale magnetike mund të jenë formuar nga veprimtari vulkanike. Të tjerë mendojnë se mund të jenë formuar nga ndërveprimet me ujë. Por pavarësisht origjinës, prania e tyre në pluhur që ngrihet gjatë stujeve do të thotë se çdo herë që fryn erë në Mars, çdo herë që një stuj përhapet, një histori e të kaluarës së planetit po përzihet dhe shpërndahet nëpër atmosferë. Tani, le të mendojmë për skalën kohore të këtyre proceseve, sepse këtu shfaqet një nga kontrastat më dramatike midis përvojës son toksore dhe realitetit marcian. Kur shikojmë një stuj pluhuri në tokë, ne e shohim atë si një ngjarje të përkohshme. Ajo vjen, shkakton ndryshim për disa orë ose ditë dhe pastaj kalon. Por në Mars, stujt janë pjesë integrale e mënyrës se si planeti funksionon. Ato janë mekanizmi kryesor përmes të cilit materiali transportohet nga një rajon në tjetrin. Për miliona vite, stujt kanë gërryer shkëmbinjt në njërin rajon dhe i kanë depozituar në një rajon tjetër. Ato kanë krijuar duna rëre që lëvizin ngadalë nëpër sipërfaqe
duke formuar peizazhe që ndryshojnë në shkallë gjeologjike. Imagjinoni se stujt nuk janë thjesht fenomene atmosferike, por janë skulptorë që kanë punuar për miliarda vite për të formuar fytyrën që Marsi ka sot. Kjo na çonte një pyetje më e thellë. Si do të ishte të jetonim në Mars gjatë një stuje globale, jo si një rover robotik, por si një qenie njerëzore në një habitat? Stujt marksiane nuk janë të rrezikshme në mënyrën që stujt toksore janë. Errrat nuk do të shkatërronin strukturat, sepse forca e tyre është aq e dobët. Por ndikimi psikologjik do të ishte i konsiderueshëm. Imagjinoni se jeni në një bazë të vogël në sipërfaqen e Marsit. Keni dritare që shikojnë jashtë mbi peizazhin alien. Çdo ditë jeni mësuar të shihni atë qiell roz karakteristik, shkëmbinjtë e kuq, diellin e vogël që lëviz në qiell. Por një ditë vini re se qielli po errësohet. Brenda një jave është si të jetonit në një perëndim të vazhdueshëm. Panelet diellore të bazës suaj po gjenerojnë më pak energji. Dukshmëria është ullur kaq shumë sa nuk mund të shihni përtej disa dhjetra metrash. Dhe ju e dini se kjo do të zgjas jo ditë, por muaj. Nuk ka shi që do ta pastrojë ajrin. Nuk ka okeane që do të moderojnë temperaturën dhe do ta ndalojë stujen. Vetëm pritje, ndërsa grimcat e pluhurit ngadalë bien përsëri në tokë në gravitetin e dobët marcian. Për shkencëtarët që planifikojnë misione njerëzore në Mars, stuhit globale paraqisin një sfidë serioze inxhinierike. Panelet diellore duhet të jenë mjaft të mëdha për të gjeneruar mjaft energji edhe kur drita e diellit është udhur me 95%. Ose duhet të ketë burime alternative energjie, si reaktor bërfamor të vegjël. Sistemet e mbështetjes së jetës duhet të jenë krejtësisht të vetëmjaftueshme, sepse nuk do të ketë mund të mbështetesh në energjinë diellore për 3 muaj. Rezervat e ushqimit, ujit, oksigjenit duhet të jenë mjaft të mëdha për të mbulluar këtë periudhë. Por përtej sfidave teknike, ka edhe pyetje për shëndetin mendor të astronautëve. Si do të përballonin njerëzit të jetonin në një mjedis ku peizazhi i jashtëm është i fshehur pas një muri pluhuri për 3 muaj? Sa e rëndësishme është mundësia për të parë jashtë, për të ndjerë një lidhje me mjedisin përreth? Këto janë pyetje që përkojnë thellësinë e përvojës njerëzore. Por le të kthehemi te aspekti shkencor i këtyre stujeve, sepse ato kanë zbuluar diçka të pazakont për dinamikën atmosferike të Marsit. Një nga misteret më të mëdha ka qenë se si këto stuje fillojnë dhe pse disa bëhen globale ndërsa të tjera mbeten lokale. Studimet e fundit kanë treguar se ka një lidhje me ciklet sezonale të Marsit. Marsi ka një rrugë orbitale më eksentrike se Toka. Kjo do të thotë se distanca e tij nga dielli ndryshon më shumë gjatë vitit. Kur Marsi është më afër diellit gjatë verës jugore, planeti merr më shumë energji diellore. Kjo krijon ndryshime më të mëdha temperature midis rajoneve të ndryshme që nga ana tyre krijojnë errra më të forta. Prandaj, stujit globale ndodhin pothuajse gjithmonë gjatë pranverës dhe verës jugore. Por edhe atëherë nuk është e garantuar. Disa vite kanë vetëm stuje lokale. Faktorët që përcaktojnë nëse një stuj do të bëhet globale janë akoma pjesërisht mister. Duket se ka një element të rastishëm, një kaos në sistem që bën që disa stuhije të rriten përtej kontrollit, ndërsa të tjera zhduken. Dhe kjo na kthen te pyetja jon fillestare për qiellin. Ngjyra roz e qiellit marcian nuk është thjesht një kurreshtje estetike. Ajo është një manifestim i vizibël i të gjitha këtyre proceseve komplekse. Errrave që fërkojnë sipërfaqen për miliarda vite, atmosferës së hollë që nuk mund të mbajë grincat poshtë, cikleve sezonale që shkaktojnë stuhije periodike, historisë gjeologjike që ka prodhuar shkëmbinj të pasur me hekur. Kur shikoni një pamje të qiellit marcian, ju nuk po shikoni thjesht një ngjyrë. Ju po shikoni një libër të hapur mbi historinë e një planeti të tërë, të shkruar me gjuhën e dritës dhe pluhurit. Çdo grimc që pezullohet në atë atmosferë të hollë ka një histori. Ajo ka qenë pjesë e një shkëmbij që formohej miliarda vite më parë, ka qenë ndoshta e zhytur në ujë të lashtë, ka qenë ngritur dhe e ullur nga errrat miliona herë, ka udhëtuar mijëra kilometra nëpër planet. Dhe tani pezullohet atje, duke shpërndar dritën e diellit në mënyra që krijojnë atë qiell roz që na duket kaq i huaj dhe kaq i bukur. Por a ishte vërtet kaq e thjeshtë? A mund t'i besonim sytë tanë kur shihnim ato fotografi të para nga Marsi? Kur pamjet e Viking 1 filluan të arrijnë në tokë në korrik të vitit 1975,
Ato shkaktuan një nga debatet më të ashpra në historinë e eksplorimit hapësinor. Në dhomen e kontrollit në Jet Propulsion Laboratory, inxhinierët u ndanë në 2 kampe. Njëri kamp argumentonte se ngjyrat duhej të korrigjoheshin, se qielli nuk mund të ishte vërtet roz, se diçka kishte shkuar keq me transmetimin. Kampi tjetër mbante se instrumentet ishin të kalibruara sakt, se çdo test në tokë kishte konfirmuar saktësinë e tyre. Por çfarë nëse të 2 kampe kishin të drejtë? Çfarë nëse vetë pyetja, çfarë ngjyre ka qielli i Marsit, ishte e gabuar që në themel? Sepse këtu qëndron një paradoks që shkencëtarët nuk e prisnin. Në Mars, ngjyra e qiellit varet jo vetëm nga fizika e dritës, por nga vetë pyetja se çfarë do të thotë të shohësh diçka. Dr. Jim Pollack nga Ames Research Center e kujtonte atë periudhë si luftën e ngjyrave. Për muaj të tërë, ekipe të ndryshme shkencëtarësh analizuan të njëjtat të dhëna dhe arritën në përfundime të ndryshme. Disa thoshin se qielli duhet ishte më i zi, se sasia e pluhurit nuk mjaftonte për të krijuar atë ngjyrë të ndezur roz. Të tjerë argumentonin se grincat e pluhurit marcian kishin veti optike të pazakonta që nuk përshkruheshin nga modelet standarde. Kishte edhe ata që mendonin se gjithë çështja ishte thjesht një problem me balancën e ngjyrave në kamera. Por debati i vërtet nuk ishte vetëm teknik. Ai prekte diçka më themelore, arrogancën tonë intelektuale për të menduar se e kuptonim natyrën. Ne kishim ndërtuar modele elegante matematikore që përshkruanim si atmosferat duhet të sijeshin. Ligji i Rayleight ishte i provuar për më shumë se një shekull, por Marsi nuk i leçonte tekstet tona. Ai thjesht ekzistonte, me qiellin e tij roz që sfidonte çdo parashikim. Një moment vendimtar erdhi kur shkencëtarët vendosën të përdorin një qasje krejtësisht të re. Në vend që të mbështeteshin vetëm në fotografi, ata filluan të integronin të dhëna nga instrumente të shumta. Spektrometrët që matnin përbërjen kimike të atmosferës, polarimetrët që studiuan si drita polarizohej kur kalonte nëpër pluhur, fotometrët që matnin intensitetin e dritës në gjatësi vale të ndryshme. Kur të gjitha këto të dhëna u kombinuan, u shfaq një pamje komplekse por koherente. Qielli i Marsit vërtet ishte roz, por jo për arsye që ata fillimisht kishin menduar. Nuk ishte thjesht shpërndarja mije nga grincat e pluhurit, kishte edhe efekte të tjera. Grincat nuk ishin të rrumbullakëta perfekt, por kishte forma të çrregullta që krijojnë shpërndarje edhe më komplekse. Përbërja kimike e tyre ndryshonte nga njëra grimës te tjetra. Disa më të pasura me hematit, të tjera me magnetit, të tjera me minerale argjilore. Çdo lloj grimës ndërvepronte me dritën në mënyrë pak të ndryshme. Rezultati përfundimtar ishte një koktej optik që askush nuk e kishte parashikuar. Por këtu vjen diçka edhe më e habitshme. Kur roveret më të avancuar filluan të vinë në Mars në vitet 2000, ata zbuluan se qielli marksian nuk është gjithmonë i njëjtë roz. Ai ndryshon. Jo vetëm nga dita në ditë varësisht nga sa pluhur ka në atmosferë, por edhe gjatë ditës në mënyra që nuk janë thjesht një gradient nga e ndezur te erët. Roveri Curiosity që zbarkoi në kraterin Gale në gusht të vitit 2012 mban instrumentin më të sofistikuar për të studiuar ngjyrat që ndonjëherë është dërguar në një planet tjetër. Mastcam, sistemi i tij i kamerave, mund të kapin imaze në një sër gjatësi zhvale duke krijuar një lloj hartë ngjyrash të qiellit. Këto të dhëna zbuluan diçka të papritur. Në disa momente të ditës, veçanërisht gjatë orës së artë marksiane, menjëherë pas lindjes së diellit, qielli mund të marrë nuanca jeshile të lehta në rajone të caktuara. Jo një jeshil i ndezur, por një nuancë holl, gati e pakapshme, që shfaqet kur drita kalon nëpër shtresa specifike të pluhurit me përbërje të caktuar. Ky zbulim shkaktoi një debat të ri. A është kjo jeshile vërtet një ngjyrë që një vëzhgues njerëzor do ta shihte? Apo është vetëm një artefakt i mënyrës se si instrumentet ndajnë spektrin? Dhe kjo pyetje na çonte zemra e problemit filozofik. Çfarë do të thotë të shohësh një ngjyrë? Sytë tanë njerëzor kanë 3 lloje receptorësh që reagojnë ndaj dritës blu, jeshile dhe të kuqe. Truri ynë përzien sinjalet nga këta receptor për të krijuar përvojën subjektive të ngjyrës. Por një kamerë digjitale punon ndryshe. Ajo mat intensitetin e dritës në bande të ngushta spektrale. Kur këto të dhëna konvertohen në një imazh që ne mund ta shohim, duhet të bëhen supozime për të përkthyer ato matje në ngjyra që sistemi ynë vizual i njeh.
Në tokë, ky proces është i drejt për drejt, sepse kemi një përvojë të përbashkët të asaj që duket normale. Por në Mars, çfarë është normale atje? Nëse një astronaut do të qëndronte në Mars pa kombinezone hapësirës, si do të perceptonte qiellin? A do të ishte përvoja e tyre e njëjtë me atë që shohim në fotografi? Shkencëtarët filluan të kuptojnë se pyetja e vërtet nuk ishte çfarë ngjyre ka qielli i Marsit, por si e përjetojmë ne natyrën e një bote që nuk është evoluar për sytë tanë. Në tokë, sytë tanë janë rezultati 400 milion vitesh evolucion në një qiell blu. Retina jonë është optimizuar për të detektuar kontrastet që ishin të rëndësishme për mbijetesën e parardhësve tanë. Ne shohim blu qiellin sepse truri ynë është programuar të interpretojë ato gjatësivale në atë mënyrë. Por nëse specie e zgjuar do të kishte evoluar në Mars, në atë qiell roz, si do ta perceptonin ata botën? A do të shihnin ata roz ashtu siç e shohim ne? Apo për ta ajo do të ishte gjëja më normale, bazlinja nga e cila të gjitha ngjyrat e tjera do të mateshin? Dhe nëse ne do të jetonim në Mars për dekada, a do të fillonte truri ynë të rikalibrojë, të shihte rozën si normale dhe blun si të çuditshëm? Këto pyetje nuk janë thjesht filozofike abstrakte. Ato kanë implikime praktike për misionet e ardhshme. Kur astronautët do të jetojnë në Mars për muaj ose vite, mjedisi vizual do të ndikojë në shëndetin e tyre menzor. Studimet në stacione polare në tokë, në nëndetse, në stacionin hapësinor, kanë treguar se njerëzit kanë nevojë për stimulim vizual natyror për të mbajtur ekuilibrim psikologjik. Por çfarë është natyror në Mars? A duhet habitatet të kenë dritare me filtra që e bëjnë qiellin të duket më blu, më i njohur për sytë tanë? Apo duhet t'i lejojmë astronautët të përvojojnë realitetin marksian ashtu siç është, duke lejuar trurin e tyre të adaptohet? Disa psikologë argumentojnë se përpjekja për të rikrijuar mjedisin toksor do të krijojë një lloj kuot njëmbëjet, ku gjithçka duket gati si shtëpia, por jo mjaft, duke shkaktuar shqetësim më të madh se sa përballja e plot me alienitetin. Të tjerët thonë se njerëzit kanë nevojë për ankor psikologjike, për diçka që i lidh me planetet e tyre amtar. Le të eksplorojmë një skenar. Imagjinoni se jeni një astronom që jeton në një koloni marksiane. Çdo ditë për punën tuaj ju monitoroni qiellin. Ju jeni mësuar me atë roz të njohur, me nuancat e saj që ndryshojnë ndërsa dita përparon. Një mëngjes, ju shihni diçka të pazakontë. Një grimc më e vogël pluhuri se zakonisht po qarkulloi në atmosferë, ndoshta nga një impakt meteoritik i vogël në distancë. Ky pluhur ka përbërje pak të ndryshme, më pak hekur dhe më shumë silikat. Për disa orë, qielli merr një nuancë pak më të verdhë, pak më të ngjashme me qejt e disa shtrirjeve në tokë. Ju shikoni lart dhe për një moment ndjeni një mall të thellë për shtëpinë. Jo për njerëzit ose vendet specifike, por për atë cilësi të dritës që keni njohur gjatë gjithë jetës tuaj. Por pastaj, ai pluhur i pazakontë shpërndahet, përzihet me pluhurin normal marksian dhe qielli kthehet në rozën e zakonshme. Dhe ju kuptoni se ajo rozë tani ju duket normale. Truri juaj ka filluar të rikalibroje. Ajo që fillimisht dukej alien, tani është e juaja e re, normale. Ky fenomen të kujton një studim të bërë në vitet 60 nga psikologu George Stratton. Ai mbante syze që përmbusnin imazhin, duke bërë që gjithçka të dukej përmbus. Për ditët e para ishte e pakëndshme, çorientuese, por pas një jave, truri i tij filloi të kompensojë. Ai filloi të shihte botën përsëri, edhe pse sytë e tij faktikisht po merrnin një imazh të përmbusur. Kur ai hoqi syzet, kishte nevojë për një periudhë tjetër përshtatjeje për t'u kthyer tek normalja. Kjo tregon se normalja vizuale nuk është e fiksuar, por është një konstrukt që truri ynë krijon bazuar në përvojën. Nëse ky është rasti për orientimin, pse jo për ngjyrën? Nëse ne jetojmë në një qiell roz për vjet, ai ndoshta nuk do të na duket më roz. Ai do të jetë thjesht qielli, dhe blu do të bëhet ngjyra e çuditshme e së kaluarës. Por paradoksi thellohet, sepse ndërsa ne po diskutojmë për perceptimin subjektiv, fotografi nga Marsi vazhdojnë të na tregojnë diçka objektivisht real. Pluhuri thith drita blu dhe shpërndan dritën e kuqe. Kjo është fizike pastër, e pavarur nga se si ne interpretojmë. Por këtu është gjëja interesante. Edhe vetë fizika na tregon se ngjyra nuk ekziston në natyrë. Çka ekziston janë fotone me gjatësi të caktuara vale.
Ngjyra është një etiketë që truri ynë i vendos këtyre gjatësive vale. Një foton me gjatësi vale 500 nanometra nuk është jeshil në vetvete. Ai është thjesht një pakëz energjie elektromagnetike. Ne e quajmë jeshil sepse kur ai godet receptorët tan, truri krijon atë përvojë subjektive. Por çfarë nëse kishim receptor të ndryshëm? Disa kafsh në tokë sheh në ultraviolet. Për ta, lulet që neve na duken të bardha kanë modele të ndezura dhe të ndërlikuara. Ato po shohin diçka objektivisht reale që ne nuk mund ta shohim. Kush ka të drejtë për ngjyrën të vërtetë të luleve? Kjo na kthen te Marsi me një perspektivë të re. Kur pyetim çfarë ngjyre ka qielli i Marsit, ne po bëjmë një pyetje që përzien objektiven fizike me përvojën subjektive. Objektivisht, atmosfera marciane shpërndan më shumë dritë me gjatësi vale të gjata. Kjo është një fakt fizik që mund të matet dhe të konfirmohet. Por se si një vëzhgues i mundshëm do ta përjetojë atë ngjyrë, varet nga biologjia e tyre vizuale dhe historia e tyre perceptuese. Nëse NASA do të dërgonte imaze në ngjyra të vërteta nga Marsi, çfarë do të thotë kjo? A do të thotë ngjyra që një kamer mat e kalibruar sipas standardeve tona toksore? A do të thotë ngjyra që një sy njerëzor do të shihte nëse do të qëndronte atje? Por edhe kjo varet nga kushtet e shikimit, nga sa është adaptuar syri në errësirë ose ndriçim, nga konteksti përreth. Disa nga debatet më të ashpra në komunitetin shkencor kanë qenë pikërisht rreth kësaj. Kur NASA publikon imazhe nga Marsi, ata shpesh i përpunojnë për të ngjasuar me atë që një sy njerëzor do të shihte. Por ky proces përfshin vendime subjektive. Sa duhet korrigjuar balancën e ngjyrave? Duhet të bëjmë supozime për sa është adaptuar syri? Duhet të marrim parasysh se në Mars drita e diellit është më e dobët se në Tokë, kështu që pupilat e një vëzhguesi do të ishin më të zgjeruara, duke kapur më shumë dritë, por edhe duke reduktuar thellësinë e fokusit. Çdo vendim në këtë zinxhir ndikon në produktin përfundimtar. Dhe shkencëtar të ndryshëm kanë bërë zgjedhje të ndryshme duke rezultuar në versione të ndryshme të së vërtetës. Disa versione të qiellit marcian duken më portokalli, të tjera më roz, të tjera gati purpurt. Të gjitha janë të sakta në mënyrat e tyre, por të gjitha janë gjithashtu interpretime. Ky debat arriti kulmin gjatë një konference në vitin 2008 ku shkencëtar nga NASA, ESA dhe agjenci të tjera hapësinore u mblodhën për të diskutuar standarde për përpunimin e imazeve planetare. Diskutimet u bën të nxehta. Një kamp argumentonte për saktësi radiometrike absolute. Imazet duhet të tregojnë saktësisht çfarë instrumenti mat pa asnjë korrigjim subjektiv. Kampi tjetër mbante se kjo do të prodhonte imaze që janë të padobishme për publikun dhe edhe për shumë shkencëtar, sepse nuk do të korespondonin me asnjë përvojë vizuale të mundshme. Ata argumentonin për saktësi perceptuale, imazet duhet të tregojnë aq afër sa të jetë e mundur atë që një sy njerëzor do të shihte. Por si të arrihet një kompromis kur vetë koncepti i shikimit është i paqartë? Zgjidhja që u arrit ishte një lloj kompromisi. NASA do të publikonte 2 versione të imazeve, një në ngjyra të pastra instrumentale për analizë shkencore teknike dhe një në ngjyra të afërta me perceptimin njerëzor për komunikim publik dhe studim gjeologjik. Por edhe ky kompromis nuk e zgjidhi debatin filozofik themelor. Dhe këtu shfaqet një pyetje më e madhe. Nëse ne po kemi kaq shumë vështirësi për të përcaktuar ngjyrën e vërtetë të qiellit të një planeti në sistemin ton diellor, një planet që kemi studiuar me mijë instruhonte për 50 vjet, çfarë shprese kemi për të kuptuar planet përreth yjeve të tjerë? Teleskopët tanë më të fuqishëm, edhe ata të ardhshëm si James Webb Space Telescope, mund të detektojnë vetëm informacion shumë të kufizuar për eksoplanet. Ne mund të matim spektrin e dritës që kalon nëpër atmosferat e tyre, kur ata kalojnë përpara ylit të tyre. Nga kjo mund të përcaktojmë përafërsisht çfarë gazrash ka në atmosferë. Por si do të dukej qielli i parë nga sipërfaqja e atij planeti? Ne nuk kemi mënyrë ta dimë me siguri. Ne mund të bëjmë supozime bazuar në modelet tona, por Marsi na ka mësuar se modelet mund të jenë krejtësisht të gabuara. Imagjinoni një eksoplanet përreth një xhuxhi kuq, një ill më i ftohtë se dielin që lëshon më shumë dritë të kuqe dhe infrared. Nëse ai planet ka atmosferë të ngjashme me atë të Tokës, si do të dukej qielli? A do të ishte i kuq për shkak të dritës nga ili? Apo molekulat e atmosferës do të shpërndanin dritën në mënyra që krijonin ngjyra krejtësisht të reja? Çfarë nëse ai planet ka jetë,
dhe forma jetësore kanë evoluar receptor vizual të optimizuar për spektrin e atij illi. Për ta, çfarë do të ishte normale? Dhe nëse ne ndonjëherë do të takonim qenie të zgjuara nga i planet dhe do të përpiqeshim të përshkruajmë qiellin ton blu, a do të mund t'ua imagjinonin ata? Apo do të ishte po aq e vështirë për ta sa është për ne të imagjinojmë vërtet një qiell roz pa e parë? Këto pyetje na çojnë përtej Marsit, përtej sistemit ton diellor, në një reflektim më të gjerë për natyrën e të kuptuarit. Çdo herë që zbulojmë një botë të re, ne mësojmë jo vetëm për atë botë, por për kufizimet e imagjinatës dhe përvojës sonë. Qielli roz i Marsit është një mësim në përullësi. Ai na tregon se universi është më i çuditshëm se sa mund të imagjinojmë, se intuicioni ynë i formuar në një planet të vetëm, në një qiell të vetëm, nuk është një udhëzues i besueshëm për shumëllojshmërinë kozmike. Por ai gjithashtu na jep shpresë, sepse nëse ne mund të kuptojmë Marsin, nëse mund të mësojmë të shohim përtej paragjykimeve tona të formara toksore, atëherë ndoshta mund të kuptojmë botë edhe më të huaja, edhe më të çuditshme. Kur shkencëtarët tani planifikojnë misionet e ardhshme në Mars, ata mendojnë jo vetëm për objektivat shkencore, por edhe për dimensionin njerëzor. Si të përgatitim astronautët për një mjedis që e dinë se do të jetë vizualisht alien? Disa ekspert propozojnë që astronautët të kalojnë kohë në ambiente të modifikuara në tokë, ku drita filtrohet për të simuluar kushtet marksiane. Syri të fillojnë të adaptohen para se të largohen. Të tjerë argumentojnë se kjo do të jetë e padobishme, se asnjë simulim në tokë nuk mund të përgatisë dikë për realitetin e qëndrimit në një planet tjetër. Vendoshta ata kanë të drejtë. Ndoshta eksperienca e parë e të parit të qiellit marcian, atij roz të paimagjinueshëm, do të jetë një moment transformues që asnjë përgatitje nuk mund ta simulojë. Një moment kur një qenie njerëzore për herë të parë sheh me sytë e vet se jemi vërtet pjesë e një universi shumë më të madh. Dhe këtu qëndron përfundimi i vërtet i këtij udhtimi nëpër ngjyrat e qiellit marcian. Nuk është thjesht një histori për fizikën e dritës dhe atmosferave. Është një histori për natyrën e të njohurit, për tensionin midis objektivit dhe subjektiv, për mënyrën se si shkenca duhet të balancojë matjet rigoroze me përvojën e jetuar. Qielli roz i Marsit na sfidon të mendojmë më thellë për çfarë do të thotë të shohësh, për relacionin midis botës fizike dhe përvojës sonë të saj. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të eksplorojmë, çdo qiell i ri që zbulojmë do të na mësojë diçka të re, jo vetëm për këto botë të largëta, por për vetë natyrën tonë si vëzhgues të universit. Por nëse mendoni se qielli roz i Marsit është gjëja më e çuditshme që ka zbuluar njeriu në sistemin ton diellor, atëherë duhet ju them se udhëtimi sapo ka filluar, sepse çdo planet, çdo hën me atmosferë, çdo trup qiellor ku drita mund të ndërveprojë me ajrin ose gazrat, ka zhvilluar qiellin e vet unik. Dhe kur i vendosim të gjithë këta qej pra njëri tjetrit, kur i krahasojmë njëri me tjetrin, shfaqet një tablo kozmik kaq i çuditshëm sa e bën rozën e Marsit të duket gati konvencionale. Le të udhtojmë përtej Marsit. Le të shkojmë në botë ku qielli nuk është thjesht ngjyrë ndryshme, por ku vetë koncepti i kuote 77 duhet të ripërkufizohet. Fillojmë me fqinin tjetër të tokës, Venusin. Për dekada Venusi ishte planet mister. E mbulluar nga re të trasha që e bëjnë krejtësisht të padukshëm nga jashtë, ai fshite sekretet e tij nga teleskopët tanë. Shkencëtarët fantazonin një botë tropikale me dalëndishe dhe oqeane në nato re. Por kur sondat sovjetike Venera filluan të zbarkonin në sipërfaqe në vitet 70, ato zbuluan një ferr që ja kallonte çdo imagjinat. Temperatura në sipërfaqe është 470 gradë Celsius, mjaft e nxehtë për të shkrirë plumbin. Presioni është në 10 herë më i madh se ai në tokë, ekuivalent me të qenit 1 kilometër në oqean. Por më interesant për temën tonë, qielli. Sonda Venera 13, që zgjati vetëm 127 minuta në sipërfaqe përpara se të shkatërrohej nga kushtet ekstreme, dërgoi fotografi që tregonin një peizazh të ndriçuar nga një dritë portokallie ndezur, gati e verdhë. Atmosfera e Venusit është në 96% dioksid karboni, me re të ngurtë të acidi sulfurik që qarkullojnë në lartësi 50 deri në 60 kilometra. Këto re janë ashtë të dendura sa thithin dhe shpërndajnë pothuajse të gjithë dritën blu dhe jeshile. Çfarë arrin në sipërfaqe është kryesisht dritë kuqe dhe portokalli. Por këtu vjen detaji i çuditshëm.
Për shkak të trashësisë së jashtëzakonshme të atmosferës, drita shpërndahet aq shumë sa nuk ka hije të mpreta. Nëse do të qëndronit në sipërfaqen e Venusit, edhe pse do të shkriheshit dhe shtypeshit menjëherë, do të shikonit lart dhe nuk do të shihnit dielin si një disk të qartë. Në vend të kësaj, do të shihnit një shkëlqim të përhapur që vjen nga çdo drejtim. E gjithë kupola e qiellit do të shkëlqente me një ngjyrë portokali të zbehtë, si të ishe i zhytur në një oqean të dendur drite. Dielli do të ishte një zonë pak më e ndritshme, por pa kufi të qartë. Dhe nëse do të shikonit horizontin, do të shihnit diçka krejtësisht të pazakontë. Për shkak të refraktimit ekstrem të dritës në atmosferën ashtë të dendur, horizonti do të dukej si të ngritej. Do të ishte si të qëndrosh në brendësi të një kupje gjigante. Por për që i vërtet alien, duhet të shkojmë më larg. Saturni, me unazat e tij madhështore dhe familjen e tij prej më shumë se 100 hënave, ofron disa nga pejsazet më spektakolare në sistemin ton diellor. Por është Titani, hëna më e madhe e Saturnit, që na jep diçka vërtet të veçantë. Titani është i vetmi satelit natyror në sistemin diellor që ka atmosferë të trashët dhe të qëndrueshme. Dhe ajo atmosferë është aq e çuditshme sa e bën atë të Marsit të duket e thjeshtë. Atmosfera e Titanit është kryesisht azot, si ajo e Tokës, por me një shtesë kritike, metan. Në lartësinë e atmosferës, rrezet ultravjollës nga dielli tërmosin molekulat e metanit duke krijuar një tholinë. Grimca organike komplekse që formojnë mjegull të trashët portokalli. Kur sonda Huygens e ESA zbriti në Titan në janar të vitit 2005, ajo dërgoi imazhe që tregonin një botë krejtësisht të huaj. Qielli i Titanit është portokalli i thellë, gati kafe, për shkak të folinëve që mbushin atmosferën. Por këtu është pjesa e mahniqme. Për shkak të kësaj mjegulle të trashët, drita e diellit që arrin në sipërfaqe është vetëm 1% e asaj që arrin në sipërfaqen e Tokës. Dita në Titan është si një të muzguti vonë toksor. Megjithatë ka mjaft dritë për të parë. Peizazhi që Huygens fotografoi tregonte kodrina të rrumbullaksuara, lumenj, liqene, por jo ujë. Ishte tepër ftohtë për atë, me temperatura për rreth -179 gradë Celsius. Lumenjt dhe liqenet ishin metan dhe etan të lëngshëm. Shkëmbinjt ishin ujë ngrirë, i fortë si qeliku në ato temperatura. Dhe mbi të gjitha këto, ai qiell portokalli i panetërsuar që filtron dritën e diellit të largët. Imagjinoni se qëndroni në bregun e Liguria Mare, një nga detet më të mëdha të metanit të Titanit. Është kuote 3.8. Megjithse drita është e dobët, portokalli e errët. Sikur dielli do të perëndonte përgjithmonë, por nuk përfundon kurrë. Shikoni mbi ujërat e qeta të metanit të lëngshëm. Sipërfaqja reflekton atë qiell portokalli, duke krijuar një pasqyrë alien. Në lontananca, shihoni forma të paqarta të kodrave, gjysmë të fshehura në mjegull. Dhe pastaj shikoni lart. Qielli nuk është thjesht portokalli, ai ka tekstura. Shtresat e ndryshme të mjegullës krijojnë banda të lehta, nuanca që ndryshojnë nga portokalli i ndezur te kafe e errët. Dhe nëse do të kishte errë, gjë që ndodh shpesh në Titan, do të shinit valë të mjegullës që kalojnë, duke ndryshuar dukshmërinë nga disa qindra metra në vetëm dhjetra. Por më e çuditshmja, nëse do të shikonit aty ku e dini se Saturni duhet të jetë, ai do të ishte krejtësisht i padukshëm. Mjegulla e trashët e fsheh krejtësisht. Ju do të jetonit në një hënë e cila rrotullohet rreth një planet gjigant, por nuk do ta shinit atë planet kurrë. Dhe kjo na kthen te një pyetje themelore. Çfarë përbën UQUOTE 39? Në tokë është e thjeshtë. Shikoni lart, shihni blu. Por në Titan, UQUOTE 40 është një koncept i paqartë. Për shkak të mjegullës së trashët, nuk ka një kufi të qartë midis kuote 14 dhe kuote 42. Është një gradient i vazhdueshëm nga portokalli, relativisht i ndriçuar afër sipërfaqes, në portokalli gjithnjë më të errët sa më lart që shikoni, derisa në fund ndërmjetësohet në një errësirë kafe portokalli. Nuk ka undërkori, kuote undërkori 14, undërkori. Nuk ka yje të dukshme natën, nuk ka dielli i qartë ditën. Është një botë e mbulluar.
një botë ku qielli është më shumë një prani e përhapur se sa një objekt i qartë që mund ta shikosh. Por le të shkojmë edhe më larg, te skajet e sistemit ton diellor. Plutoni, që u vizitua nga sonda New Horizons në korrik të vitit 2015, ka një atmosferë shumë të hollë që përbëhet kryesisht nga azot me gjurmë metani. Kur New Horizons kaloi pas Plutonit dhe fotografoi planetin me dritën e diellit që kalonte nëpër atmosferën e tij, ajo zuri diçka të jashtëzakonshme. Duzina shtresa mjegulle blu të zbehet që shtrihen deri në 130 kilometra lartësi. Ky blu është rezultati grimcave shumë të vogla, më të vogla se sa ato në Marsin, që shpërndajnë dritën sipas një versioni ekstrem të ligjit të Rayleigh. Por në sipërfaqe, kushtet janë krejtësisht të ndryshme. Temperatura është -123 gradë Celsius. Dielli, që nga distanca e Plutonit është gati 2000 herë më i dobët se sa nga Toka, duket si një il i ndritshëm, por jo më shumë. Në atë dritë të dobët, në atë atmosferë shumë të hollë, qielli i Plutonit do të dukej pothuajse i zi, me një nuancë të lehtë blu afër horizontit, ku shtresat e mjegullës janë më të dendura. Por të gjitha këto janë ende brenda sistemit ton diellor, rreth një ili të vetëm të tipit G. Çfarë ndodh kur dalim përtej? Kur fillojmë të mendojmë për planet rreth yjeve të tjerë, shumëllojshmëria bëhet krejt e pakufishme. Konsideroni një planet që rrotullohet rreth një xhuxhi të kuq, lloji më i zakonshëm i ilit në galaksin ton. Xhuxhat e kuq lëshojnë kryesisht dritë të kuqe dhe infrared, me shumë më pak dritë blu. Nëse ai planet ka një atmosferë të ngjashme me atë të Tokës, ligji i Rayleigh akoma do të aplikohej. Molekullat e vogla do të shpërndanin më shumë dritën blu. Por ka aq pak dritë blu që vjen nga ili, saqë qielli nuk do të ishte blu. Ai ndoshta do të ishte purpur i errët, një përzierje e dritës së kuqe të shpërndar dhe gjurmave të dritës blu që ende ekziston. Ose ndoshta një roz shumë të errët, gati vjollc. Dhe perëndimet? Për shkak se ili tashmë është i kuq, një perëndim në një planet të tillë do të ishte një gradient nga të kuqe të thellë në kafe, në fund në të zezë. Nuk do të kishte atë kontrast dramatik që shohim në Tokë ose madje në Mars. Më interesant, konsideroni një planet në një sistem yll dysh, ku dy yje rrotullohen rreth njëri tjetrit. Këto sisteme janë tepër të zakonshme. Mbi gjysmën e yjeve në galaksin ton janë në sisteme shumëfishe. Imagjinoni se qëndroni në sipërfaqen e një planeti që rrotullohet rreth dy yjeve. Le të themi një xhuxh i kuq dhe një xhuxh i bardhë. Gjatë UQUOTE44, kur të dy yjet janë në qiell, atmosfera do të shpërndante dritën nga të dyja. Pjesa e qiellit afër xhuxhit të bardh mund të kishte një nuancë më të zbetë, më të ngjashme me blu, ndërsa pjesa afër xhuxhit të kuq do të ishte më portokalli. Do të kishte dy burime drite, 2_quote_45_, çdo njëri duke ngjirosur rajonin e tij të qiellit. Dhe perëndimet? Do të kishte momente kur njëri yll perëndon, por tjetri është akoma lart, duke krijuar një qiell asimetrik. Gjysmë në kuote, dy fish i veçantë, 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 dy fish i veçantë,
Dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, dyfish i veçantë, ose shko edhe më larg. Planet rreth yjeve gjigant blu. Këta yje janë të rrallë por spektakular, duke lëshuar sasi të mëdha drite ultravioletës dhe blu. Nëse një planet rreth një yli të tillë ka atmosferë që nuk thith ultravioletën, qielli mund të jetë një blu aq intensiv sa do të ishte gati violetës, një ngjyrë që pothuajse nuk ekziston në përvojën tonë toksore. Dhe drita që bie në sipërfaqe do të ishte aq e pasur me ultravioletës sa forma jete, nëse ekziston, do të duhej të ketë mbrojtje të fuqishme kundër dëmtimit të ADN-së. Megjithatë, nën atë qiell intensivisht blu, përudrishmëria jonë toksore do të dukej e zbet dhe e plogësht. Por qej më egzotik vijnë nga planet që kanë kushte krejtësisht të pazakonta. Konsideroni HD 179b, një planet i zbuluar në vitin 2007. Ky është një Quote 14, një planet gjigant gazi që rrotullohet shumë afër ilit të tij. Temperatura në atmosferën e tij të sipërme arrin në 1000 gradë Celsius. Në këto kushte, metali lëngshëm mund të avullojë dhe të formojë grimca në atmosferë. Modelet sugjerojnë se ai planet mund të ketë re prej hekurit të avulluar që kondensojnë dhe bien si shi metalik. Si do të dukej qielli atje? Ndoshta një gri metalik me shkëlqime që reflektojnë dritën e ilit të afërt. Ose ndoshta një portokalli i nxehtë i ngjyrosur nga temperatura ekstreme e vetë atmosferës që rrezaton në infrared. Është e vështirë të imagjinohet sepse nuk kemi asnjë përvojë me _Quote_49 prej metalit të avulluar. Ose merr një planet në zona të banueshme të yjeve shumë të vjetër, gjuzha të kuq që kanë djegur për miliarda vite dhe kanë pak metale të rënda. Nëse një planet ka formuar atje, atmosfera e tij mund të ketë përbërje krejtësisht të ndryshme nga e jona, ndoshta më e pasur me hidrogjen primordial që nuk është zëvendësuar nga procese gjeologjike. Një atmosferë dominuar nga hidrogjeni do të kishte veti optike krejtësisht të ndryshme. Hidrogjeni nuk shpërndan dritën shumë. Ai është një molekulë e vogël dhe simetrike. Qielli në një planet të tillë mund të jetë gati i zi edhe gjatë ditës, me ildhin si një disk i ndritshëm në një sfond të errët, si të shikosh në hapësirë.
Dhe pastaj janë planetet Kuote 50, botë që teorikizohet të jenë krejtësisht të mbulluara nga oceane të thellë vjetra ose qindra kilometra. Nëse ata kanë atmosfera të ngjashme me tokën, qielli do të ishte blu si yni. Por imagjinoni të jetonit atje, duke lundruar në një oqean pafund, pa asnjë tokë në horizont, në një qiell blu që është identik me atë mbi oqeanet tona. Do të ishte njëkohësisht e njohur dhe krejtësisht e huaj. E njohur sepse ngjyra është e njëjtë, e huaj sepse ajo njohshmëri do të shtrihet në çdo drejtim pa ndërprerje, pa male në distancë, pa ishuj. Asgjë veçujt dhe qiellit blu për sa mban syri. Kjo shumëllojshmëri na mëson diçka themelore. Nuk ka një kuote 51. Çdo botë është një eksperiment unik në fizikë dhe kimi. Përbërja e atmosferës, trashësia e saj, lloji i yllit, distanca nga ill, prania e grimcave të pezulluara, temperatura, presioni, të gjitha këto ndërveprojnë për të krijuar një pamje unike. Dhe kur mendojmë se NASA ja tashmë ka konfirmuar ekzistencën e më shumë se 5.000 eksoplanetve, me 10 mijëra të tjerë kandidat që presin konfirmim, fillojmë të kuptojmë shkallën e shumëllojshmërisë. Çdo njeri nga ato 5.000 botë, nëse ka atmosferë, ka qiellin e vet. Disa mund të jenë të ngjashëm me ato që kemi parë në sistemin ton diellor, por shumë, ndoshta shumica, do të jenë krejtësisht të paprecedent. Dhe kjo na kthen te Marsi me një perspektivë krejtësisht të re. Qielli roz që na befasoi aq shumë në vitet 70 tani duket si një ndryshim i lehtë. Krahasuar me qejt purpurt të errët të planetëve rreth gjyqave të kuq, krahasuar me mjegullën portokalli të pandërprerë të Titanit, krahasuar me shirat metalik të Jupiterëve të nxehtë, qielli roz i Marsit është gati i zakonshëm. Është një variacion i moderuar, një ndryshim që ende mund ta konceptojmë. Por pikërisht kjo na bën ta vlerësojmë më shumë, sepse Marsi është mjaft i afërt që ne mund ta eksplorojmë drejt për drejt. Ne mund të dërgojmë rovere, të shohim fotografi, të matim me saktësi. Ai është laboratori ynë për të mësuar se sa e çuditshme mund të jetë realiteti. Por ka diçka më të thellë këtu. Çdo herë që zbulojmë një qiell të ri, çdo herë që shohim ngjyrë që nuk e prinim, ne mësojmë jo vetëm për atë botë specifike, por për kufizimet e imagjinatës son. Para se të shikonim Marsin, ne mendonim se e kuptonim qiejt. Ligji i Raylit ishte i qartë, modelet ishin të thjeshta. Por Marsi na tregoi se kishim lënë jashtë faktor kritik. Grimcat e pluhurit, shpërndarjen mije, efektet e kombinuara që asnjë model i thjesht nuk i kapin. Dhe pastaj Venusi na tregoi se mund të ketë re acidi, Titani na tregoi se mund të ketë mjegull organike, Jupiterët e ngjehtë na treguan se mund të ketë re metali. Çdo zbulim i ri zgjerojnë hapësirën e mundësive tona. Por këtu është paradoksi përfundimtar. Sa më shumë që mësojmë, aq më të vetëdijshëm bëhemi për sa pak e dim. Të gjitha këto qej që kam përshkruar janë ende brenda sflit të mundur. Janë egzotik, por jo të paimagjinueshëm. Janë rezultati ligjeve të fizikës që i kuptojmë, të kombinuara në mënyra të pazakonta. Por çfarë për qejt që ne akoma nuk mund t'i imagjinojmë? Çfarë për fenomene që nuk i kemi parë kurrë, sepse kërkojmë kushte që nuk ekzistojnë askund në sistemin ton diellor? Çfarë për procese që ne ende nuk i kemi zbuluar? Sa më shumë që eksplorojmë, aq më e madhe bëhet zona e panjohur, sepse çdo përgjigje hap 10 pyetje të reja. Dhe kjo na sjell te një ktesë kritike në të kuptuarit ton. Për shekuj, njerëzit kanë parë qiellin si një konstante, si diçka që është thjesht ashtu. Ishte aq themelor për përvojën ton sa ne nuk e vinim në pyetje. Por tani, pasi kemi parë qej në ngjyra të ndryshme, pasi kemi kuptuar se secili është rezultati i proceseve fizike specifike, ne nuk mund të shikojmë qiellin e vet në të njëjtën mënyrë. Atë blu që na duket kaq natyral, aq i vetkuptueshëm, tani e dim se është rezultati i një kombinimi të veçantë. Një ill i tipit G në distancën e duhur, një atmosferë me përbërje specifike, molekula mjaft të vogla për të ndjekur ligjin e Raylit. Nëse ndonjë nga këto faktorë do të ishte pak ndryshe, qielli do të ishte ngjyrë tjetër. Dhe ne, duke evoluar në atë qiell tjetër, do ta quanim atë normale. Kjo na çon te një pyetje që shkon përtej shkencës në filozofi. A ekziston një normal objektive? Apo është normalja gjithmonë relative ndaj përvojës son? Për ne blu është ngjyra normale e qiellit.
Por për një qenie që do të kishte evoluar në Titan, portokalli do të ishte normalja. Për dikë në një planet rreth një xhuçi të kuq, purpurjerët do të ishte normalja. Çdo qenie inteligjente kudo në univers do të shikonte lart dhe do të shihte diçka që për ta është thjesht qylli. Ata nuk do ta mendojnë si të veçantë ose të pazakont. Do të jetë thjesht mënyra se si është bota. Dhe vetëm kur ata fillojnë të eksplorojnë, vetëm kur shohin botë të tjera, do të kuptojnë se e tyre është vetëm një nga shumëllojshmëria e pafund. Dhe këtu qëndron mësimi i vërtet i qiellit roz të Marsit. Nuk është thjesht një kuriozitet shkencor, është një portë hyrëse në një të kuptuar më të thellë. Ai na mëson se universi është më i pasur, më i larmishëm, më i çuditshëm se sa imagjinata jon e kufizuar nga një planet i vetëm mund të konceptojë. Por ai gjithashtu na mëson se kjo shumëllojshmëri ndjek rregulla. Nuk është kaos i rastësishëm. Çdo qiell, sado i çuditshëm, është rezultati i ligjeve fizike që mund t'i kuptojmë. Drita shpërndahet, grimcat thithin, atmosferat filtrojnë. Të gjitha sipas parimbeve që mund t'i matim dhe modelojmë. Çudia nuk qëndron në thyerjen e ligjeve të fizikës, por në zbulimin e sa të pasura janë pasojat e atyre ligjeve kur aplikohen në mjedise të ndryshme. Dhe kështu, dërsa qëndrojmë në këtë pikë të udhëtimit ton, pasi kemi udhëtuar nga sipërfaqja e Marsit në skajet e sistemit ton diellor dhe përtej, në botë imagjinare rreth hyjeve të largët, ne kthehemi te pyetja fillestare me sy të rinj. Pse qielli i Marsit është roz? Sepse atmosfera e tij e hollë është e mbushur me pluhur të kuq që shpërdan dritën e kuqe. Por kjo përgjigje teknike tani mbart peshë më të madhe. Ajo nuk është vetëm një fakt i izoluar. Është një dritare në një të vërtet më të madhe, se çdo botë, kudo, është një manifestim unik i ligjeve universale. Dhe se për ta kuptuar vërtet natyrën, ne duhet të shkëputemi nga paragjykimet tona të formuar në një vend të vetëm. Mbetet një pyetje më e madhe. Një pyetje që kalon përtej shkencës në domenet e filozofisë dhe ekzistencializmit. Por ajo pyetje dhe përgjigjet e saj të mundshme na presin në kapitullin përfundimtar të kësaj historie. Për tani, ne qëndrojmë në prag, duke parë prapa në udhëtimin që kemi bërë dhe përpara në zbulimin që vjen. Por të gjitha këto qiej, të gjithë këto ngjyra, të gjitha këto fenomene optike që kemi eksploruar, na çojnë te një pyetje që shkëputurat midis fizikës dhe filozofisë. Çfarë është ngjyra kur askush nuk e shikon? Kur drita e diellit kalon nëpër atmosferën marksiane dhe shpërndahet nga grimcat e pluhurit, ajo krijon një spektër specifik të gjatësive vale që arrin në sipërfaqe. Kjo është një ngjarje fizike, e matshme, objektive. Por roz, si koncept, ekziston vetëm në momentin kur një vëzhgues me receptor për ngjyra e interpreton atë spektër. Para se Viking 1 të zbarkonte, para se ndonjë sy apo instrument të shikonte qiellin marksian, a ishte ai tashmë roz? Apo ishte thjesht një shpërndarje e caktuar e fotoneve duke pritur dikë që t'ia jepte kuptim? Kjo nuk është thjesht një lojë fjallësh. Ajo prek zemrën e asaj që do të thotë të kuptosh universin. Fizika na tregon se çfarë ndodh, por kuptimi, përjetimi i asaj që ndodh, kërkon një vetëdije. Në fund të shekullit të 19, filozofia austriak Ernst Mach propozoi një ide radikale. Ngjyrat nuk janë veti të objekteve, por janë sensacione që truri i krijon si përgjigje ndaj stimujve. Një mollë e kuqe nuk është në vetvete. Ajo thith të gjitha gjatësitë e valës përveç atyre rreth 650 nanometrash të cilat reflektohen. Këto fotone të reflektuara godasin receptorët tanë, dhe truri, bazuar në miliona vite evolucion, krijon përvojën subjektive që ne e quajmë UQUOTE 62. Por një qenie me receptor të ndryshëm do të perceptonte diçka krejtësisht tjetër. Një blet që shikon në ultravjollc, Shikon modele në lule që janë krejtësisht të padukshme për ne. ajo po shikon një realitet objektiv, reflektimi ultravjollc është real, por përvoja e saj e atij realiteti është e ndryshme nga e jona. Kush ka të drejtë? Të dyja kanë të drejtë. Realiteti fizik është objektiv, por aksesi ndaj tij është gjithmonë i ndërmjetësuar nga mjetet e perceptimit që kemi zhvilluar. Kjo na kthen te Marsi me një forcë të re filozofike. Qielli roz i Marsit nuk është thjesht një fenomen optik interesant. Ai është një manifestim i një të vërtete më të madhe, se universi ekziston në shtresa. Ka shtresa fizike objektive,
fotone me gjatësi të caktuara, vale, grimca me përbërje të caktuar, ligje që qeverisin ndërveprimet e tyre, por ka edhe shtresën e përjetimit, ku këto fenomene objektive transformohen në ngjyra, forma, përvoja. Dhe këto dy shtresa nuk janë të shkëputura. Ato janë të thurura së bashku në mënyrën më themelore. Pa shtresën fizike nuk do të kishte asgjë për të përjetuar. Por pa shtresën e përvojës, shtresa fizike do të ishte thjesht një univers i pajet i grimcave që lëvizin sipas ligjeve, pa kuptim, pa bukuri, pa mrekulli. Dhe këtu qëndron një paradoks që shkenca moderne e lufton akoma. Ne jemi pjesë e universit duke studiuar veten e tij. Çdo herë që ne matim ngjyrën e qiellit marcian, ne po përdorim instrumente që janë bërë nga materiali i të njëjtit univers që po studiojmë. Truri ynë që interpreton të vënat është një strukturë komplekse e atomeve dhe molekulave, produkti 4 miliard vitesh evolucion në një qiell blu. Dhe tani ky tru, i formuar nga një qiell, po përpiqet të kuptojë qej të tjerë. A mund t'i besojmë përfundimeve tona? Çfarë paragjykime është të padukshme marrim me vete? Kur një shkencëtar marksian nga NASA-ja shikon të dhënat spektroskopike dhe përfundon se qielli është _quote _63 ai po bën një përkthim të hidhur nga një sistem referencash në një tjetër, nga matjet objektive në etiketat tona toksore të ngjyrave, dhe ky përkthim, sado i kujdesshëm, mbart gjurmët e origjinës son. Fizikanti danez Niels Bohr, njëri nga themeluesit e mekanikës kuantike, ka thënë diçka thellësisht relevante. Çfarë ai donte të thoshte ishte se qasja jonë ndaj realitetit nuk është kurrë drejt për drejt. Është gjithmonë ndërmjetësuar nga gjuha që përdorim, nga konceptet që kemi zhvilluar, nga mjetet që ndërtojmë. Kur themi se qielli i Marsit është _quote _65 ne po përdorim një etiket nga gjuha jon toksore, e formuar nga eksperienca jon me ngjyra në një qiell blu. Marsi nuk se ai ka një qiell roz. Ai thjesht ka një atmosferë me përbërje dhe trashësi të caktuar që ndërvepron me dritën e diellit në një mënyrë specifike. Quote 67 është kontributi ynë, interpretimi ynë, dhe kjo nuk e bën atë më pak të vërtet, por e bën më komplekse. Ndoshta mënyra më e mirë për ta kuptuar këtë është përmes një eksperimenti mendor. Imagjinoni një specie të zgjuar që evoluon në Titan, ajo hënë e Saturnit me qiellin e saj portokalli të përjetshëm. Për miliona vite, paraardhësit e tyre jetojnë në atë mjegull të trashët. Sytë e tyre zhvillohen, optimizohen për dritën e dobët të filtruar në përtholin organike. Truri i tyre mëson të interpretojë nuancat e ndryshme të portokallis, të dallojë materiale të ndryshme bazuar nëse se reflektojnë atë dritë portokalli. Për ta, portokalli nuk është një ngjyrë egzotike, është baza, është UQUOTE68. Dhe kur ata përfundimisht zhvillojnë teknologjinë për të parë përtej mjegullës së tyre, kush zbulojnë se Saturni, planeti gjigant përreth të cilit rrotullohen, ka shtresa me ngjyra të ndryshme, ata do të befasohen. Ata do të zhvillojnë instrumente për të studiuar këto ngjyra, dhe ndoshta, nëse ndonjëherë zbulojnë tokën me teleskopet e tyre, do të befasohen nga qielli i blu. Quote 69 do të pyesnin, quote 70. Por çfarë nuk dim akoma? Çfarë pyetjesh mbeten pa përgjigje edhe pasi kemi eksploruar për 50 vjet, edhe pasi kemi dërguar rovere dhe orbitues, edhe pasi kemi analizuar mijëra imaze? E vërteta është se sa më shumë mësojmë, aq më shumë pyetje shfaqen. Le të fillojmë me Marsin vet. Ne e dim si ai dikur kishte një atmosferë shumë më të trashët. Provat gjeologjike janë të qarta, kanale lumenore, depozita minerale që formohen vetëm në ujë, Breza bregdetare të liçeneve të lashta. Por si e humbi Marsi atmosferën e tij? Ne kemi teori. Mungesa e një fushe magnetike globale lejoi erën diellore të gërrente shtresat e sipërme të atmosferës. Veprimtaria vulkanike që rifreskonte atmosferën në tokë pushoi në Mars për shkak të ftojes së brendshme të planetit. Por detajet, koha e saktë, shpejtësia e procesit, këto mbeten në debat. Disa shkencëtarë argumentojnë se ndodhi gradualisht gjatë miliardave viteve. Të tjerë mendojnë se mund të ketë pasur ngjarje katastrofike që e përshpejtuan, dhe nuk dim me siguri. Dhe kjo mos kohim ka pasoja për pyetjen tonë për qiellin.
Nëse Marsi dikur kishte një atmosferë më të trashët, me më pak pluhur në pezullim, si do të dukej qielli atëherë? A ishte blu si i yni? Apo përbërja e ndryshme e atmosferës, ndoshta më shumë dioksid karboni, më shumë avulluj, do të kishte krijuar një ngjyrë tjetër? Ka modele që sugjerojnë se një Mars i hershëm i oceane mund të kishte pasur një qiell që luhatet midis blus dhe jeshiles, varësisht nga sasia e algave në ujë që lëshonin oksigjen. Por këto janë spekulime të bazuara në asumime. Ndoshta qielli i Marsit të lashtë ishte purpur për shkak të një kombinimi të pazakont kimik që nuk e kemi marrë parasysh. Ndoshta ishte i ndryshëm në rajone të ndryshme për shkak të veprimtarisë vulkanike lokale. Ne thjesht nuk e dim. Dhe kjo mosnjohuri është e bukur në mënyrën e vet, sepse na kujton se historia është ende e hapur. Por moskohja shtrihet më larg. Çfarë për eksoplanetat? Ne kemi identifikuar mijëra dhe në vitet e ardhshme teleskopat e rinj do të identifikojnë vjetra mijëra të tjerë. Por si do të duken qejtë e tyre? Ne mund të bëjmë supozime të bazuara në përbërjen atmosferike që përcaktojmë nga spektroskopia e tranzitit. Nëse zbulojmë një planet me shumë metan në atmosferë, Mund të supozojmë se mund të ketë një mjegull të ngjashme me atë të Titanit. por sa i saktë është ky supozim? Titani na mësoi se vetëm prania e metanit nuk mjafton. Duhen edhe kushte të caktuara temperature, presioni, rrezatimi ultraviols për të krijuar tholin. Çfarë nëse ekzistojnë procese që ne nuk i kemi marrë parasysh? Çfarë nëse ka përbërje kimike që janë të mundshme, por që nuk ekzistojnë në sistemin ton diellor dhe që krijojnë efekte optike krejtësisht të reja? Dhe pastaj është pyetja më filozofike. A mund të ekzistojnë ngjyra përtej aftësisë son për t'i perceptuar ose madje konceptuar? Spektri elektromagnetik që ne e quajmë dritë e dukshme është vetëm një brez i vogël midis 120 nanometrash, ultraviols ekstreme, dhe 750 nanometrash, infrared i afërt. Por kjo zonë e dukshme është arbitrare nga pikpamja e universit. Ajo është e dukshme vetëm për ne, sepse receptorët tanë kanë evoluar për të detektuar këto gjatësivale. Ka shumë kafsh në tokë që shohin në ultraviols. Ka të tjera që shohin në infrared. Çfarë ngjyrash përjetojnë ata? A mund të imagjinojmë ne një ngjyrë që nuk korespondon me asnjë gjatësi vale në spektrin ton të dukshëm? Ndoshta në një planet të largët, një specie ka zhvilluar receptor për gjatësi vale që ne as nuk i konsiderojmë si kuote 75. Ndoshta ata kuote 76 në val radio ose në rreze X. Si do të dukej një qiell për ta? A do të kishte ngjyra që ne as nuk kemi fjalë për t'i përshkruar? Këtu ndeshemi me një kufizim themelor të gjuhës dhe të konceptualizimit. Ne përshkruajmë qiellin marksian si roz, sepse kjo është etiketë më e afërta që kemi. Por etiketat tona të ngjyrave janë zhvilluar për të përshkruar përvojën tonë toksore. Kur hasim në diçka jashtë asaj përvoje, gjuha ënd bëhet e pamjaftueshme. Shkencëtarët shpesh i referohen ngjyrave me gjatësi vale 600 nanometra në vend të portokalli. Kjo është më e saktë, por humb diçka. Humb përvojën subjektive, atë që do të thotë të shohësh atë ngjyrë. Dhe në fund të fundit, për ne si që një jetë ndërgjeshme, përvoja ka rëndësi. Të dhënat janë të rëndësishme, por ato janë të pajetura nëse nuk lidhen me përvojën e jetuar. Ka edhe një tjetër nivel mosnjoje. Pyetjen e qejve në galaksi të tjera, në universe të tjera hipotetike. Teoritë e caktuara fizike, si teoria e kordave dhe kozmologjia e multiuniversit, sugjerojnë se mund të ekzistojnë universe të tjera ku konstantet themelore të fizikës janë pak të ndryshme. Çfarë nëse në një univers tjetër shpejtësia e dritës është ndryshe? Ose nëse forca elektromagnetike ka një vlerë tjetër? Në një univers të tillë, mënyra se si drita ndërvepron me materien do të ishte krejtësisht e ndryshme. Ngjyrat, nëse koncepti ka kuptim fare, do të ishin të pakuptueshme për ne. Dhe ne nuk kemi asnjë mënyrë për t'i vëzhguar ato universe, nëse ekzistojnë. Këto janë kufijtë e fundit të njohurisë son. Jo thjesht gjëra që nuk i dim akoma, por gjëra që mund të mos jemi kurrë në gjendje t'i dim. Por ndoshta pyetja më e thellë, ajo që na kthen te qendra e ekzistencës son, çfarë është qielli kur nuk ka askush për ta parë? Në një nivel fizik, atmosfera ekziston, fotonet kalojnë nëpër të, shpërndahen, thithen, reflektohen. Por qielli si koncept, si entitet me cilësi estetike dhe emocionale, ekziston vetëm në momentet kur një vetdije e përjeton.
Para se të ekzistonte jeta në tokë, miliarda vite, fotonet kalonin nëpër atmosferë në të njëjtën mënyrë, por nuk kishte asnjë sy për t'i parë ato, asnjë tru për t'i interpretuar ato si blu. A ishte qielli blu atëherë? Në një kuptim fizik, po. Në një kuptim përvjetar, jo. Dhe kjo dualitet na mëson diçka thelbësor për natyrën e realitetit. Ai ekziston në shtresa që janë njëkohësisht të pavarura dhe të ndërlidhura. Shtresa fizike mund të ekzistojë pa shtresën përjetore, por shtresa përjetore nuk mund të ekzistojë pa bazën fizike. Dhe kjo na sjell te një revelacion i çuditshëm. Ne, si qenie të ndërgjeshme, nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të universit. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e kuptimit të tij. Kur ne shikojmë qiellin marcian dhe e quajmë atë roz, ne poshtojmë një shtresë të re ekzistence. Nuk po ndryshojmë fizikën, fotonat akoma do të shpërndahen në të njëjtën mënyrë, por po krijojmë një lidhje ndërmjet asaj fizike dhe botës sonë të brendshme të përvojës. Dhe kjo lidhje, ky akt interpretimi, është vetë një fenomen në univers. Është momenti kur universi bëhet i vetëdijshëm për veten e tij, kur materia e organizuar në forma komplekse fillon të reflektojë mbi origjinën dhe natyrën e saj. Por tani, pasi kemi udhëtuar nëpër sistemin diellor, pasi kemi imagjinuar qej rrethyjeve të largët, pasi kemi eksploruar kufitë e njohurisë dhe perceptimit, është koha të kthehemi. Të kthehemi nga kosmi i pafund te ai vend i vogël, i brisht, i bukur ku filloi gjithçka. Le të udhtojmë prapa nëpër miliona vjet drite, prapa nëpër distancat ndërplanetare, prapa nëpër hapësirën midis Marsit dhe Tokës. Le të kthehemi te ai planet blu që varur në errësirën e hapësirës, i mbuluar nga re të bardha, me oqeane që shkëlqejnë në dritën e diellit. Le të kthehemi te shtëpia, sepse pas gjithçkaje që kemi mësuar, pas të gjitha qejve egzotik që kemi eksploruar, ka diçka thellësisht profonde në faktin se ne jetojmë në një qiell blu. Jo sepse blu është në ndonjë mënyrë superiore ndaj ngjyrave të tjera, jo sepse qielli ynë është normale dhe të tjerat janë të çuditshëm, por sepse ky blu është ynë. Ai është sfond në të cilin u zhvillua jeta në këtë planet. Është ngjyra që pan parardhësit tan të lashtë kur dollën nga deti dhe shikuan lart për herë të parë. Është ngjyra që fëmijët tan shohin kur hapin syt për herë të parë dhe fillojnë të kuptojnë botën. Çdo poezi e shkruar për qiellin, çdo pikturë që ka kapur një perëndim, çdo moment kontemplimi në nyjet ka ndodhur në këtë qiell blu. Ai është pjesë e identitetit ton kolektiv si specie. Dhe tani kur e shikojmë atë blu me sytë e rinj, duke ditur çfarë e shkakton, duke ditur se sa i rrallë dhe i çuditshëm është në kontekstin kozmik, ai merr një bukuri edhe më të thellë. Çdo mëngjes kur zgjoheni dhe shikoni nëpër dritare, kur shihni atë blu që shtrihet nga horizonti në horizont, ju po shihni rezultatin e një kombinimi të jashtëzakonshëm të rrethanave. Një yll i tipit G në distancën e saktë, një atmosferë me trashësinë e duhur dhe përbërjen e duhur. Molekula mjaft të vogla për të shpërndarë vallat e shkultra më shumë se ato të gjata. Nëse ndonjë nga këto faktorë do të ishte pak ndryshe, qielli do të ishte ngjyrë tjetër. Dhe ju, duke evoluar në atë qiell tjetër, ndoshta as nuk do ta kishit këtë pyetje. Ndoshta do të dukej krejt normale. Por ne kemi fatin ose pa fatin të jetojmë në një kohë kur po fillojmë të kuptojmë. Një kohë kur teleskopët tan mund të shikojnë përtej sistemit ton diellor, kur roverët tan mund të eksplorojnë planetë të tjerë, kur matematika jon mund të modelojë atmosfera që nuk kemi parë kurrë. Dhe çdo zbulim i ri, çdo qiell i ri që shohim, na bën të vlerësojmë më shumë këtë blu që e marrim për të mirëqenë. Sepse tani e dim se nuk është i mirëqenë. Ai është një mrekulli. Një nga triliona variante të mundshme, dhe ndodh të jetë ai që na mbajti ne gjallë, që na lejoi të evolvojmë, që na va kontekstin për të zhvilluar art, shkencë, filozofi. Dhe kështu arrim te një moment rrethues. Kujtoni se si filluam këtë udhtim. Nëse ju do t'ju pyesja çfarë ngjyre ka qielli, do të përgjigjeshit menjëherë blu. Por tani, pas gjithçkaje që kemi eksploruar, kjo përgjigje e thjeshtë mbart aq shumë më tepër. Quote. 87 nuk është vetëm një etiket. Është një histori mbi evolucionin e një atmosfere gjatë miliardave viteve. Është një rrëfim për se si drita ndërvepron me materien. Është një testament për vendin unik të tokës në kosmos. Dhe, ndoshta më me rëndësi,
është një kujtesë se çdo_quote_88_ që e njohim është vetëm një nga shumë lojshmëritë e pakufishme të mundshme. Marsi na mësoi se qejt mund të jenë roz, Venusi na tregoi se mund të jenë portokalli të ndezur, Titani na zbuloi mjegulla kafe të përjetshme, eksoplanetët na premtojnë purpur të errët, blu elektrik, ngjyra që nuk kemi emra për to. Por çdo qiell, kudo, është një përgjigje në pyetjen që universi po bën vetes. Çfarë kombinimesh janë të mundshme? Dhe çdo përgjigje, çdo qiell i veçantë është njëkohësisht një mrekulli dhe një domosdoshmëri. Mrekulli sepse mund të kishte qenë krejtësisht ndryshe. Domosdoshmëri sepse, duke pasur parasysh kushtet specifike të asaj bote, nuk mund të jetë ndryshe. Ne jemi të privilegjuar të jetojmë në një kohë kur po fillojmë të shohim këtë shumëllojshmëri. Kur për herë të parë në historinë e planetit ton, një specie ka zhvilluar mjetet për të kuptuar se është pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Çdo qiell që zbulojmë na zgjeron kufirin e atij që është e mundur. Çdo roveri që dërgojmë, çdo teleskop që ndërtojmë, çdo ekuacion që zgjidim na sjell pak më afër një kuptimi më të plot. Por sa më shumë që kuptojmë, aq më të vetëdijshëm bëhemi se sa shumë më tepër ka për të kuptuar. Horizonti i njohurisë gjithmonë tërhiqet pak më larg sa më shumë që afrohemi. Dhe ndoshta kjo është mësimi përfundimtar i qiellit roz të Marsit. Jo se universi është i çuditshëm, megjithse është. Jo se intuicioni ynë mund të jetë i gabuar, megjithse mund të jetë. Por se akti i zbulimit, akti i të shihurit, akti i kuptimit është një proces i pafund. Nuk ka moment kur mund të themi tani e dim gjithçka. Do të ketë gjithmonë një qiell tjetër për ta studiuar, një fenomen tjetër për ta kuptuar, një pyetje tjetër për ta bërë. Dhe kjo nuk është një burim frustrimi, është burimi i mrekullisë. Kështu që nesër në mëngjes, kur zgjoheni dhe shikoni lart, kur shihni atë blu të njohur që shtrihet mbi ju, provoni ta shihni me sytë e dikujt që sapo ka zbuluar qejt e tjerë. Provoni të imagjinoni se ky blu, ky i thjesht, i njohur, i bukur blu, është vetëm një nga mijëra ngjyra që qejt mund të marrin. Që diku, nëse ekziston jeta në një planet tjetër, ndoshta një qenie e re po shikon lart në qiellin e saj roz, ose portokalli, ose purpur, dhe po mendon, ky është qielli, kjo është normalja. Dhe që të dy jeni në të drejtë, sepse nuk ka një qiell normal. Ka vetëm qi, secili unik, secili i bukur, secili një dritare në fizikën themelore të universit. Dhe ky universi, me të gjithë qitë e tij, me të gjithë ngjyrat e tij, me të gjithë mrekullitë e tij, po e vëzgon veten në syt tuaj. Ju jeni mënyra që universi ka për të bërë përvojën e saj roz, blut, portokallis. Ju jeni instrumenti përmes të cilit fotonet bëhen ngjyra, ku ligjet fizike bëhen bukuri, ku materia e pajet bëhet vetëdije që sodit. Dhe ky akt i vëzhgjimit, ky moment kur ju qëndroni dhe shikoni lart, është njëkohësisht thjesht i zakonshëm dhe thellësisht i shenjtë. Pra, çfarë ngjyre ka qielli? Përgjigja varet se ku ndodheni në këtë univers të pafund. Por pyetja e vërtet nuk është çfarë ngjyre, por pse ajo ngjyrë na mahnit? Ndoshta sepse në atë mahnitje, në atë çast ku shikojmë lart dhe habitemi, ne po përjetojmë diçka thelbësore, për atë që do të thotë të jesh i gjallë. Ne po bëhemi dëshmitar të një mrekullie që ndodh çdo sekond, kudo, në çdo planet me atmosferë. Ligjet e fizikës të thurura në bukuri. Dhe ndoshta në fund, ajo bukuri nuk është në ngjyrën specifike, por në faktin se ne jemi këtu për ta parë, për ta pyetur, për tu mrekulluar. Qielli roz i Marsit nuk është përgjigje, ai është një ftesë. Ftesë për të shikuar përtej horizontit ton, për të pyetur më thellë, për të kuptuar se sado shumë që zbulojmë, do të ketë gjithmonë një tjetër mister duke na pritur, një tjetër qiell duke na habitur, një tjetër pyetje duke na ftuar të ecim më larg.